Malësia e Madhe e ka kthyer tashmë në 3 ditë hapjen e sezonit turistik veror përmes eventit Dita e Turizmit Malor, aktiviteti që promovon vlera të shumta të gjithanshme të kësaj treve, duke nisur nga natyra, mikpritja, por edhe kulinaria, zhvillohet në pikën turistike të Razmës. Banor jo vetëm të Malësisë së Madhe, por edhe Mëxhëru bën pjesë e kësaj ditë feste. Në përshëndetjen e tij, kryebashkiaku Tonin Marina i ka theksuar se janë siguruar edhe 3 investime të rëndësishme për Malësinë e Madhe, me ndikim edhe në zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Hyrje daljen e Koplikut nëpërmes Fondit Shqiptar Zhvillimit, urën e Kamic nëpërmes Ministrisë Mbrojtjes dhe fushën e futbollit ose një mini stadium në Bajs të Kastratit, pra në 3 gjëra të rëndësishme, mendoj që do marrim edhe një shkollë, sepse shkollat më të rëndësishme të Malësisë së Madhe janë finalizuar. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës Enea Karakaçi, i cili ka vlerësuar rolin e turizmit dhe nevojën e zhvillimit të tij të vazhdueshëm edhe përmes investimeve. Turizmi është shumë i rëndësishëm sepse patjetër çdo turist që vjen në gjitha këto troje të Malësisë Madhe, madhe turizmit është mundësia me kontribut në ekonominë familjare, në çdo turist që vjen dhe drekon apo pen në një agroturizëm, krijon mundësinë për zhvillimin më të madh ekonomik. Pjesë e rëndësishme e këtij eventi të përvitshëm ishte edhe koncerti organizuar nga artistë nga Malësia e Madhe, por edhe të ftuar nga qytetet e tjera të Shqipërisë.